Mbase shikuesit dhe lexuesit e lajm analiza e mbajnë mend se para 2 javë kishim një tentim për shpjegim të hamendjeve në Vlen, ku në një resht mbase edhe e tepruam me parashikimin optimist se nuk ka gjë preikje së ASH-s të kryesuar nga Arben Taravari, duke thënë se edhe pse zhurma do vazhdoj, ajo do jetë sa jesë e disa kallakashtave dhe ndjellësve e asgjë më tepër. Pozita e analistit nuk është pozite parashikuesit dhe unë vetë nuk e kam bërë një kësi gjë, por ajo që kam gabuar është se jam ngutur me një konstatim për një proces i cili ende vazhdonte dhe pasi do kryhej në fund, do më tangonte edhe mua, sikur shumicën e ndjekësve nga këtu, pasi krejt jemi edhe votues. Sigurisht që kjo ka ndodhur nga zemra dhe me një jetë të mirë, por edhe pse ka holl, prap ky anim është gabim dhe më duhet këtu ta bëj këtë arsyetim publik. Tani me leje shkojmë tutje për të shpjeguar se çka në fakt ndodhi dhe pse nuk u ndal procesi shkuarjes dhe largimit të një partie nga koalicioni Vlen dhe tani siç duket edhe prej ekzekutivi dhe qeverie. Ka disa shpjegime se për çka, pse dhe si ndodhi ky largim dhe kjo ndarje. Disa prej tyre u përmendën në analizat e mëparshme, disa më veç janë trajtuar në opinion, kurse disa spekulime as që meritojnë të përmenden pasi nuk ka argumente për të njëjtat. Shpjegimi im, sepse edhe pas periudhës së hamendjes, negociatave, mbledhjeve dhe takimeve, nuk u ndal ky largim, është se ka ndodhur një tilt. Kjo tilt është një fjalë në anglisht që emërton anim, por u përdor në shumë gjuhë të botës si term në lojrat e moçme të fëmirisë tonë fliperat. Tilt aty është një blokim i krejt opsioneve për tutje dhe pamundësim i vazhdimit të lojës në flipera me të njëjtin top. Pra, luani në një makinë flipera me pinball, po luani një lojë të shkëlqyer, ngazëlleheni dhe pa pritmas aty shkruan tilt. Çfarë dhe si ndodh? Makina në një farë mënyre zbulon se po e tundnin shumë fort, po e anojnë me hile dhe shtyrje dhe vendos të ndëshkon lojtarin për këtë. Kjo sepse ato makinat pinball janë makina me monedha dhe kanë mbrojtje të integruar për të ndaluar mashtrimin. Nëse loja trajtohet shumë fort, shkelmohet, ngrihet, ajo do të bllokohet me tilt në mënyrë që lojtari të mos mund të vazhdojë të luajë. Kjo zakonisht do ta përfundon atë topin e lojës. Është një tregues për lojtarin se ai po e trajton makinën shumë ashpër ose se po përpiqet të mbajë një pinball në fushën e lojës që duhet të ishte e zbrazur. Till ndodh për të parandaluar që një lojtar të marrë me hile rezultate shumë të larta. E nëse doni rezultat më të lartë se njerëzit tjerë, loja duhet të bëhet në rrethana të krahasueshme dhe jo duke parandaluar që topi të ecë e vijon në mënyrë të paligjshme. Ajo që ka ndodhur kur bëhet tilt është se krahat ose fletët dhe pjesa tjetër e fushës së lojës do të fiken, topi në lojë do të humbet dhe do të humbet çdo bonus që është krijuar nga ai top për të shtuar në fund të rezultatit. Makinat e vjetra të fliperave tiltonin menjëherë në mbylljen e parë, kurse në makinat më të reja më vonë kishte 1 ose 2 paralajmërime për tilt përpara se loja ta bllokon topin tuaj. Ky term tilt mandej u përdor edhe në video lojra tjera, në poker dhe tjera, por me tilt shprehej edhe çdo bllokim i opsioneve në çdo aktivitet ose hobi dhe me këtë term përshkruhet bile edhe gjendja emocionale kur të bërit e të njëjtit aktivitet vazhdimisht prodhon rezultate negative. Bile edhe në politikë. Edhe në psikologji është një prishje emocionale dhe zhgënjim nga puna e juaj e palodhur që nuk rezulton në suksesin që e dëshironi kaq shumë. Kur dikush është në një gjendje mendore tilt, gjëja më e mirë që mund ta bën është të bëjë një pushim nga ai aktivitet dhe të përpiqet të mos mendon aq shumë për të njëjtin. Njeriu është doktori më i mirë i vetes, e doktorët më të mirë janë ata që dinë të shërojnë veten dhe kuptojnë se kur duhet ndaluar, pushuar dhe lënë radhën tjetrit ose tjerëve. Pra, në medicinë, psikologji dhe politik mund të mos jetë shumë e qartë, por në lojra flipera ishte shumë e qartë dhe me rregull e rend puna kur ndodhte tilti. Lojtari më pas
vazhdonte lojën me topin e radhës, sidomos kur loja luhej në çift ose edhe më shumë veta. Zhbllokohej makina prej tiltit dhe tjetri në radhë vazhdonte me topin, lojën dhe rezultatet. Nuk lejohej që të humbet krejt rezultati i përbashkët dhe loja vetëm sepse insistonte që të vazhdon mu ai të cilit i ka ndodh ai tilt. Kështu disi duhet të ndodhë edhe këtu dhe tani në ASH, në Vlen dhe në qeveri që të mos humbet krejt rezultati i përbashkët i deri tanishëm. Lojën dhe topin e radhës mund të vazhdon dikush tjetër e të mos humbet rezultati nga bashkimi dhe arritura e përbashkët më herët. Nëse do kishim bë prap një parashikim optimist, do thonim se kështu edhe do ndodh, por si tham në fillim, nuk është punë e analistit parashikimi e bile në rastet kur je optimist për shqiptarët ose Maqedonin, bile edhe kur je për to veç e veç, e sidomos për dyja bashk, optimizmi del pa mjaftueshëm i sakt. Pra, mund puna të shkoj edhe më larg e më keq se e ke paramenduar me krejt atë hov e optimizëm. Ndryshe nuk shpjegohet krejt kjo dalldisje që me tilt me vazhdu me bë politik e me dëmtu krejt përfaqësimin politik shqiptar në vend. Ju faleminderit për vëmendjen.